Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni këtu pranë meje është një nevojtore portative e cila përdoret kur je i sëmur, nuk shkon dot në banjo, por unë e përdor sa herë që gjej toponime greke që në fakt janë toponime arvanitase dhe grekët i kanë menduar për toponime slave dhe nuk i kanë hequr akoma. Dhe një nga këto toponime të bukura është manastiri Gardhiki, të dashur shqiptar. Manastiri Gardhiki është në fakt një vend i përkryer, i përsosur në një rajon që quhet Mesinia ose Mesenja e lashtë Ilire. Është në rajonin e Peloponezit, aty ku është folur gjuha mesape, të cilët u vendosën pranë Vlorës. Dhe sot vendi quhet Mesaplik. Në gjuhën mesape është fjala bile, që është në shqip bie. Tani ky është një vend shumë i vogël me një popullsi 22 vetash. Janë të gjithë murgj. Kanë qenë murgj arvanitas, u zëvendësuan me murgj grek mbas vitit 1970. Tani, nga pikpamja administrative, Gardhiki i përket komunitetit të Amfeas dhe bie në njësinë bashkiake të Thurias, të bashkisë së Kalamatës. Thuria do thot dera. Është shumë e rëndësishme. Është krijuar në Shqipëri partia Thuria, dhe të gjithë kujtojnë se është fjala thur e shqipes. Thuria do thot dritare ose derë. Në gjuhën çame, por vjen nga gjuha greke, thuria është dera. Në gjuhën çame është bërë dritare. Pra shqiptarët janë gënjur nga partia Thuria, edhe ata që janë në partinë Thuria nuk janë çam, janë shqipfolës grek që shiten si çam dhe duan të na bashkojnë me Greqinë. Janë besnik të partisë greke demokratike, të formuar nga Shërbimi sekret grek. Manastiri Gardhikit ndodhet në një lartësi prej 202 metrash mbi nivelin e detit. Manastiri Gardhikit është në një perimetër 12 kilometra, është shumë i gjerë dhe është rreth 12 kilometra larg Kalamatës. Tani është shumë e rëndësishme, toponimi Kalamata ka zëvendësuar Thyamin edhe në Gardhiki, edhe në Çamëri, Thyami, quhet Kalamata. Për shkak të disa bimëve, disa barave të këqija, këto përdoreshin për t'u djegur për sakrifica. Thyami do thot sakrificë, do thot temjan në gjuhën greke dhe atë ilire. Tani, manastiri Gardhikit quhet zona Amfeas, por e ka marrë emrin nga fjala Gardhiki, që do thot si gardhi. Në gjuhën greke, kjo ka qenë Gardhike, por në gjuhën e Atikës, eja fundore është bërë i, Gardhiki. Duket si emër mashkullor shqip, është emër femëror në greqisht. Kjo është fjalë arvanitase. Është origjina e fjalës Gordion, kryeqyteti i Lidis në Azinë e Vogël, do thot gardhi, vendi rrethuar. Në gjuhë slave është ogrut i thon gardhit dhe kopshtit. Pra, në gjuhë slave kjo ka thënë grad, i thon qytetit, qyteti rrethuar. Beograd, fjalë për fjalë, është Bjelograd, është origjina e emrit të Beratit, edhe Beogradit, do thot qyteti i bardhë. Por në gjuhën ilire ka qenë gardh. E dim këtë nga gjuha maqedone. Është dhe në gjuhën maqedone të lashtë është gjetur kjo fjalë. D-ja bëhet dhe në mes të temës së fjalës vetëm në shqip dhe në greqisht. Ky fenomen ka ndodhur aty nga shekulli i 4 i erës sonë, sipas dokumentave të Bizantit. Gjuha greke ka evoluar sipas ligjeve fonetike të gjuhës shqipe, që shfaqet si një variant i dialektit dorik. Ju betohem për atë Zot që është në qiell.
Fjala gardhi është në gjuhën e Cakonjas. Gardhiki është fjalë e gjuhës së Cakonjas. Do thotë si gardhi. Grekët se kuptojnë, ata nuk e dinë që gjuha e Cakonjas është si e shqipes. Myza në gjuhën e Cakonjas është miza në gjuhën shqipe, mia në gjuhën greke të Atikës, myga në gjuhën greke pontike. Tmer, o tmer. Manastiri Gardhiki u themelua gjatë revolucionit të vitit 1821 nga Gregori i Drejtë, Papa Flesas, nga Poliani. Dhe një nga murgjit e tij ishte Chrysostomos, që fjalë për fjalë do të thotë me gojë të artë në greqisht. Pra unë kam mësuar greqisht, prandaj kam mësuar që të gjitha toponimet e Greqisë kanë qenë arvanite, janë zëvendësuar me greke, por kjo ka mbetur. Nuk mund ta heqin sepse është vend i shenjtë. Tani, Papa Sarantopoulos, i cili ishte me origjinë nga Vasilitsi Koroni dhe ishte misionari i dytë grek në Afrikë, pas misionarit të parë, arhimandritit të Azisë së Vogël, Nikodimos Sarikas. Manastiri feston më 24 qershor ditëlindjen e Gjon Pagëzorit dhe shquhet për kishën e tij të zbukuruar, ortodokse. Deri në vitin 1907, në manastir vepronte fondacioni bamirës i metropolisë së shenjtë të Misinis, të Mesenjas. Ilire ka qenë dhe shtëpi për të moshuarit. Mban emrin Gardhiki, si gardhi. Në librat etimologjik grek, Gardhiki, sipas tyre, ka kuptimin vend i thatë në gjuhën serbe. Kjo fjalë nuk ekziston në serbisht. Në serbisht është grad, do të thotë qytet i rrethuar, vërtet. Ndërsa gardh është vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën lidiane, që quhet ndryshe dhe gjuha pellazge nga grekët, lidianët. Në fakt, Peloponesos, emri i cilit vjen nga Pelas, do të thotë pela ngjyrë gri, Peloponesos do të thotë pela me fytyrë gri, Nesos i thon gadishullit, gadishulli i pelës ngjyrë gri. Përse ishte pela ngjyrë gri? Sepse Perëndia Demeter dhunohet nga Poseidoni, shkon në botën e nëndheshme nga turpi, ati i pritet koka dhe i vendoset koka e pelës së zezë, ose pela e vdekjes. Fytyr pelë do të thot Peloponesos, pela zgias do të thot drejt pelës, gri ose të zezë, dhe në Greqi do habiteni janë gjetur vendbanimet më të lashta në Greqi, quhen Buthros. Çfarë është Buthros? Është origjina e fjalës Buthrintos. Është një vend i rrethuar, i ngritur pak me gur gjigant ciklopik, dhe këto janë krijuar rreth 10.000 vjet më përpara, dhe vendi më i madh i këtij lloji është në Butrint. Dhe ishte çez me ujë në këtë vend për të vdekurit, hidhej mjalt, hidhej qumësht për të vdekurit. Dhe këtë e gjejmë ne në veprën e Odiseas. Përse nuk e din shqiptarët? Sepse shqiptarët kanë lexuar përkthimin e keq të Iliadës nga greqishtja e shekullit të 20. Origjinali nuk kuptohet nga grekët Iliada. Mbi 5.000 fjalë nuk dihet çfarë kuptimi kanë në gjuhën ionike të Azisë së Vogël. Në qoftë se ti thua që je pellazg, gjuha ionike është folur në Turqi, në Azinë e Vogël. Pra ti nuk je fare as në gadishullin ilirik. Po ti je pellazg, ti duhet të jesh lidian, dhe në fakt fjala shqipes gardhi është origjina e kryeqytetit të Lidis, Gordion. Ky është qytet gjithashtu në Kret. Pra pellazgët flisnin gjuhën lidiane, është gjuhë indo-europiane, dhe ka mundësi që të jetë shumë e lidhur me shqipen, do të shikojmë në filma të tjerë. Por ka kuptimin gardhi, në anglisht fence. Not dry land, as they think it's the real meaning in Slavic languages. Pra, në anglisht, këta e kanë përkthyer vend i thatë edhe në gjuhën greke. Tani, këtë që kam gjetur do ta vë poshtë filmit si përshkrim. Dhe duhet përdorur
tubi i madh i nevojtores portative sa herë që flasim për demonët grek të dashur shqiptar. Kjo është e vërteta. Ata janë fekalet e njerëzimit, kanë hequr toponimet arvanitase dhe kanë vënë greke, po këtë se kanë hequr akoma, do ta heqin me siguri, megjithëse është vend i shenjtë. Ata janë gati të hedhin gëlbazat e tyre tek Zoti vetëm që të heqin toponimet shqiptare. Nuk e di pse kanë frikë nga shqiptarët, nga që ne jemi populli më i mirë, më zemërgjerë në botë. Ne jemi populli i zgjedhur e i gjeta, jemi zemërgjerë. Ne bëjmë vetëm bamirësi, jemi njerëz të shenjtë. Prandaj pellazgët quheshin hynor. Dioni në Iliad do të thotë hynor në greqisht. Ky është kuptimi i fjalës pellazg, njerëz hynor, njerëz zemër mirë. Shqiptarët, albanët, njerëz të bardhë. Ju faleminderit për vëmendjen. O fytyrëzinj, mirupafshim në filma të tjerë shkencor.